Kryeministri Edi Rama ka kërkuar ndërshkim për militantët e Sali Berishës, të cilët sulmuan me molotov efektivët e policisë tek Kuvendi gjatë protestës së dhunshme mbrëmjen e së martës. Në një reagim të parë pas protestës, teksa ka ndarë dhe foto nga arsenali molotovëve që policia ka sekuestruar, numri 1 i qeverisë thotë se uron që të bëhet drejtësi për policët e plagosur dhe të ndëshkon mbartësit e armëve vdekje prurse, ndërsa dënon aktet e dhunës. Rama shkruan se Partia Demokratike është e vetmja në gjithë botën demokratike që ushtron dhunë. Këto janë bombat artizanale me të cilat janë sulmuar dhe djegur e plagosur mbrëm punonjësit e policisë nga vetmja parti politike në botën demokratike që ushtron dhunë dhe dyta në historinë e botës së tërë pas asaj të famkeqit Robert Mugabe të Zimbabves, që i shkon mbrapa një 80 e kusur vjeçari të damkosur e të lejthitur. Uroj që drejtësia të bëjë drejtësi për policët e plagosur dhe të ndëshkojë pangurim bartësit e këtyre armëve me kapacitet vdekje prurës. Shefi i qeverisë kujdeset që t'u përgjigjet ambicieve të kundërshtarëve politik, të cilët përmes protestave me militant synojnë rrëzimin e qeverisë, duke u thënë se përgjigjen do ta marrin në zgjedhjet e ardhshme lokale, ndërsa Partia Socialiste do të vazhdojë rrugën drejt Shqipërisë 2030 në Bashkimin Evropian. Sa për fatin politik të këtij cikli të ri jashtë nxjerrjesh në bulevard, ai do të shkruhet si zakonisht në zgjedhjet e vitit të ardhshëm me një disfat ende më shëmbullore se sa ato më pashmet, ndërkohë që ne do të vazhdojmë pa u ndalur rrugën drejt Shqipërisë 2030 në Bashkimin Evropian. Pas protestës, policia e Tiranës arrestoi 21 militant, mes tyre 4 të mitur, ndërsa u sekuestruan 22 molotov të pashpërthyer. Aktet e dhunës drejt efektive janë dënuar ashpër dhe nga përfaqësues Partisë Socialiste. Ndërkohë, ministri i Drejtësisë Besford Lamallari, përmes një videoje të shpërndarë në rrjetet sociale, reagoi ndaj dhunës kundrejt punonjësve të policisë. Ai shpreh se akte të tilla janë shkelje flagrante dhe dënueshme së drejtës për tubim. Gjithashtu, Lamallari ka shprehur solidaritet për familjarët e të lënduarve, ndërsa e quan protestën një sulm të organizuar kriminal.